Jemi kthyer tani, Iris, se ti thua që ne s'kemi të drejtë të gjykojmë, po tash një koment nuk mund mos e bëjmë, kur bëhet fjala pikërisht për njerëz të kalibrit të tillë. Domethënë, nuk arrit dot të kuptoj dhe nuk më rrim bashkë dy gjëra. Ajo mund mos e donte mëmsin, patjetër. Ishte diçka të cilën ajo e refuzonte deri në momentin që ndodhi pa dëshirën e saj. Lindi fëmia. Si ka mundësi që ajo në rritjen e fëmisë më pas nuk ishte prezente dhe ndërkohë ju dedikua dashurisë për kafshët. Domethënë që nga ana tjetër flet për një ndjesi, për një sensibilitet shumë të fortë, për dikë që kujdeset për kafshët dhe për të drejtat e tyre, patjetër është një nga kauzat që ato e nderon, patjetër. Po si ka mundësi që të jetojnë tek i njëjti person të dyja këto lloj zgjedhjesh. Pra, edhe të duash edhe kafshët, pra të kesh atë lloj ndjeshmërie të lartë që të duash kafshët dhe të mos duash fëmin tënd. Ti qëndrosh të arrisësh fëmin tënd, pavarësisht se të erdhi pa dëshirën tënde. Këtë se kuptoj dot. Figurë më kontradiktore. Është kontroverse. Nuk kuptohet shumë. Nuk... Edhe njëri lirë? Vetëm kafshët më kuptojnë. Vetëm kafshët më kuptojnë. Po tashi është shumë kontroverse dhe... Jo, është më kontradiktore se ajsh kam frikë. Dhe mendoj nga njerë që mua më duket edhe në limitet e budallëkut të çmendurisë. Nuk më duket normale. Atëherë duhet këtë pas në një problem, se është e pamundur. Shiko, mënyra se si ajo jetoj në një, edhe profesori tha, ka jetuar në një intensitet shumë të madhe, ka krijuar filma, jeta saj u bë shumë publike, ndiqe gjithmonë kur ti ke njerëz që kanë pak a shumë një jetë kaq intensive në një kohë kaq të shkurtër, unë mund të them që kalojnë në një çmenduri, kalojnë në një gjë që nuk duan të jetojnë ato që janë. Unë them që ja ka imponuar vetes. Nuk ka dashur të jetë sepse mësia është një instinkt që ty të ndryshoj asnjëherë atë lloj realiteti, sepse mësia që nuk donte që dhe trupi i saj të ndryshonte, se për këtë arsye nuk donte mësi. Patjetër. Pra nuk donte të ndryshonte atë që ishte. Dhe me shumë të drejtë, okay, është zgjedhja e saj dhe dëshira e saj. Por në momentin që ndodh, që është instinkti, dhe ti nga ana tjetër i dedikon gjithë jetën në kafshëve, janë dy gjëra që bashkë. Unë nuk jam e sigurt në kulturën tonë sa shumë kemi filluar të diskutojmë postpartum, që është një nga dramat kryesore që i ndodhin një femër. Ne gjithmonë e kemi gjykuar që lindja, mëmësia duhet të jetë gjëja më normale dhe organike, instinktive që i ndodhin që një njerëzore. Por ndonjëherë rrugëtimi në mëmësi nuk është aq i kollajt dhe aq organik sa kemi menduar ne në përbreza që është. Nuk e di, nuk patëm shansin të dëgjojmë në insertet, por ajo ka patur 2 raste kur ka provuar që të bëj vetë vrasje. Në momente kritike, në 2 nga ndarjet nga martesat e saj. Pra, unë mendoj që kemi të bëjmë me një qenie që intensiteti shumë i lartë, shumë fragile, jemi duke folur për një kohë që shumica këtyre gjërave ishin të pamësuara, forma se si po vinte fama këtyre njerëzve, nuk është që ishin mende të trajnuar. Sot, aktorët tona, aktorët tanë kudo në botë janë më të para përgatitur. Ajo e pa se çfarë do ndodhte me Romy Schneider, ajo e pa se çfarë do ndodhte me Marilyn Monroe. Unë jam me sigurt që në trurin e saj asgjë nuk ka qenë e kollajt. Megjithatë, sërish, mënyra si është sjellur me të birin, paqja që ka ardhur vetëm kur ai u bë prind më vete, të zgjedhësh kafshët përpara është shumë çuditshme. Pastaj ka qenë edhe me sa kam lexuar, ka qenë edhe raciste. Eksakt. Ndaj emigrantëve është shprehur gjithmonë mos pranuese, po. Dhe ka pas deklarata shumë të forta publike, gjë që e kanë dënuar pra saj publikisht të tjerët, pikërisht për hir të këtyre deklaratave. Është domethënë është fjalë e madhe kjo që them unë, po është shumë franceze. Në vitin 2000, ose klasiste, e një klase të saktuar e rritore. Në vitin 2018, kur filloj lëvizja Me Too, që ishte hera e parë që me zë të lartë, shumica e femrave kudo në botë, u bën të ndërgjegjësuara që në kinematografi dhe në shumicën e arteve, në shumicën e fushave të veprimtarisë, meshkujt gjithmonë i kishin marrë për falas, i kishin keq trajtuar të jë. Po, dhe cili ishte qëndrimi që mbajti Brigitte Bardot? Ishte një nga ata 100 njerëz që nënshkruajti që çfarë është kjo lloj arogance. Unë kur kam qenë vajzë e re e përqeja atë vëmendje, ka diçka që nuk shkon me ju. Pra e gjej shumë të thyer, kontradiktore dhe komplekse që një balancuar, duke që në çbalancuar. Kjo është fjala e dur, sepse të mendosh edhe në martesat, pothuajse si ka funksionuar asnjë, 4 martesa dhe në një kohë shumë të shkurtër. Duhet të kuptoni që edhe kjo, se duhet futur në këpucët e saj, domethënë ka pasur gjithë botën në këmbë, e imagjino se si është llastuar ajo.
në jetë, domethënë në gjithë ato gjithë jetës vite që saj, kur po. është shfaqur, Po, llastimi i ka pasur të gjithë njerëzit nën kontrollin e saj, në dëshirat e saj, në urdhrat e saj, sepse ka qenë një bukuri absolute, të cilën të gjithë e donin ta kishin nëpër filma, të gjithë donin të kishin ndoshta një foto me të. Dhe pastaj vjen një bebe dhe tani bebja i merr Po, tani vëmendje. përjeton ajo dhe më pengesë. shumë se sa të tjerët, ishte perceptim komplet kur kam personal. parë dokumentare se si është pritur në Amerikë, Po. dhe me thënë, vetëm bitëcat kam parë, dhe me thënë, arreshti makinave, në New York e tjere tjere, Po. ishte tamam një zbulim mënyra se si e priti bota. Kështu që si ka ndikuar në Si çudi. psikikën e saj, Po sepse gjithë ky unë kontekst. them edhe që kjo ajo menduar. ajo ka pasur brenda saj, ka pasur edhe traumat të cilat e kanë bërë atë që tjetë edhe arsyeja pse ajo të hiki nga kjo. Testamenti i saj do të ndajë tani mes, domethënë ja ka lënë ajo, duket, fondacionit të kapë që ka Fondacionit pjesës drejtuar më të madhe, po, gjysmën, ndërsa- dhe gjysma tjetër të birit. Birit, po. Ndonjëherë Nuk e di, kërkojmë ishte- falje shumë vonë në forma shumë të gabuara. Kështu që, po, kjo ishte historia e Brigitte Bardot, megjithatë Ngelet një nga aktoret më të bukura dhe nga gratë që bëri revolucion. Brigitte Bardot, e cila ka frymzuar, kushtet disa e sa breza dhe vazhdon sot e kësaj dite. Ka frymzuar breza të tjerë. Modë, çdo gjë. Ajo ka gratë bërë të tjera të shumë njohura. Ajo ka bërë gjithë shumë për të cilat botën. e kanë pasur model. Po. Jo vetëm ato që kanë qëndruar gjithashtu në maj, modele kemi pasur, personazh televiziv, sa të duash të përbot, të cilët e adhuronin dhe mundoheshin t'i ngjanin, po kështu edhe në jetën reale, sa grap, Do duan stilin e saj, elegancën dhe pikërisht që e shihni si dhe sot e kësaj dite vazhdojnë e shohin se akoma sepse stili i saj duket që ishte Stili i saj sikur i është pako, aktual. i pako, pra nuk bënte modë, ajo ishte vetja dhe ka bërë modën e saj, e cila s'ka limit. Faleminderit shumë që ishit me mua sot, faleminderit për këtë bisedë të këndshme, ne kemi vritur në fund, të dashur miq, kështu që ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, do të shihemi sërish nesër. Kalofshi.